kam pasur vetë një dëshirë, që kur të vija në shtëpi ime më, të më vinte dorën të koka dhe të më thoshte, u lo dhe birë, kaq. Ne kemi këtë lloj magjie, e cila suggestionon shpirtrat njerëzor, e cila edukon shpirtin njerëzor, e cila i vë në mendje gjërat e mira njeriut. Teatri kombëtar në shpirtin tënd, si tingëllon? Teatri për mua është vetë jeta ime. Ata që vijnë në krye të teatrove nga ana burokratike mendojnë se aktorët, artistët e atij teatri janë pronë e tyre. Jo, zotëri. Artistët nuk janë prona jote. Unë mendoj se Zoti merret me të gjithë dhe i shikon të gjithë. Askush mos të mendoj që bën një vjedhje, një krim, një gjë, nuk e shikon kurkush. Ja. Është i parë nga i lartë. Rinia duhet ta mbaj fort vendin e prindërve, e gjyshërve dhe e stërgjyshërve të tyre. Pavarësisht vështirësive, pavarësisht pengesave, aty dhe do të forcohen si karaktere për të përballuar jetën.